Të nderuar miq virtual dhe real, përshëndetje. Para 2 ditëve dola dhe fola në protest, në atë protest të shkëlqyer që e bën kryesisht rinia shqiptare, por jo vetëm rinia, por rinia është motori gjithmonë sa herë që ka përmbysje. Askush nuk ka të drejtë t'i akuzojë ata për asnjë përfshirje të qëllimshme dhe përdorim nga të tjerë. Gjithkush që përpiqet t'i përdor do të gabojë rënd, sepse në fund do të dështojë dhe nuk do të votohet nga populli shqiptar. Prandaj u them atyre, janë ca spordjak atje që ca kalamajnë, ca puz me qumësh, por që janë shumë të dellëzuar, pa informacion, pa ideale dhe të futur nga shërbimet sekrete, nga ambasadat, qoftë nga miq, qoftë dhe nga armiq, të cilët përpiqen ta kontrollojnë në këtë kryesin aty. Ka ca njerëz që kanë dhënë kontribute këtu, ku një prej të cilëve jam unë, me botimet e shumta që kanë bërë, ku janë përpjekur t'i sqaroj popullit shqiptar, t'i jap syt se cilat janë forcat e mëdha që qeverisin në underground botën dhe cilat janë qëllimet e tyre edhe në botë, por edhe këtu në Shqipëri, të cilat kanë rezultuar me nënshtrimin e Edi Ramës ndaj sionizmit. Sionistët si gjarprinj janë përpjekur të rrethojnë dhe të mbytin trupin e popullit shqiptar nëpërmjet Edi Ramës, i cili ka bërë dhe djalin e vogël që nuk dihet se nga është krijuar dhe prej kujt ka ardhur, kush e ka mbajtur në bark atë fëmijë. Po ju them të gjithë atyre që përpiqen atje t'ju shërbejnë tuajt dhe që janë të futur nga tuajt, që do të dështojnë, dhe s'ka sportjak atje që kur vi unë të më ndaloj mua dhe se çfarë them. Me të tjerët mund ta bëjnë atë gjë, me mua nuk funksionon. Ju them të gjithëve atyre buziqumshve të djallëzor që janë disa prej tyre. Kjo protest nuk është bërë as që të vjedhin sa nga këta të mediave, as për të dalë nga burgu nëpërmjet revolucionit, ndonjë ngjashëm me Ramën dhe me Berishën, dhe që është fajtor po një lloj sa ata, siç është Ilir Meta, nuk mund ta marrë dot në kontroll as Monika, as Iliri, as ai Irfan Nysambelliu, protestën me ca laraska aty që nxjerrë me ca qeros. Nuk do mundin kur ta marrin dot lëvizje. Lëvizja duhet të jetë e popullit, të mbroj vetëm popullin shqiptar. T'ja u them dhe një herë, unë jam antisionist, por jo antisemit. Semitët janë hebrejt, janë një popull madhështor që kanë dhënë kontributet të mëdha